Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Harrojeni botoksin, kjo mask zhduk rrudhat dhe ju rinon me 10 vite. Ja si ta përgatisni. Në ndryshim nga pjesët e tjera të trupit, fytyra është ajo që pëson e para veprimin e radikaleve të lira, rrezeve të diellit, por edhe përbërësve toksik të cilët gjenden në ajër, në produkte kozmetike e të tjerë. Si rrjedhoi me kalimin e viteve, ajo humbet elasticitetin dhe shfaqen rrudhat e para në lëkurë. Për këtë arsye, ne do t'ju propozojmë një super mask e cila vepron më shpejt se çdo trajtimi bërë me botox dhe i kushtueshëm. Ndërkohë, për të përgatitur maskën me efekt shtrëngues, juve do t'ju nevojitet një vezë, një lugë gjelle vaj argani, një kapsul vitamin C ose 15 pika lëng limoni dhe 10 pika vaj esencial temjani. Rriheni fillimisht vezën dhe shtoni një nga një përbërësit e tjerë. Këshillohet që vitaminën C ta lini për në fund pasi veza dhe vajrat esencial janë lidhur me njëri tjetrin. Pasi ju ta keni përzier mirë, ruajini në frigorifer për të paktën 24 orë. Mund të filloni ta përdorni që nga dita e nesërme. Mjafton që ta lini të pushoj jashtë frigoriferit për 30 minuta dhe më pas ta aplikoni direkt në lëkurë. I gjithë sekreti i kësaj maske qëndron tek të gjithë përbërësit e saj, të cilët ne do t'ju tregojmë në vijim. Veza është një minjer e vërtet vlerash ushqyese si proteina, hekur, magnez, vitamina B2, B3, B6, B12, D dhe E, zink, kalcium, si edhe vitaminën A. Të gjithë këta përbërës e ushqejnë lëkurën, nxisin prodhimin e elastinës dhe gjithashtu parandalon edhe veprimin e radikaleve të lira, si edhe kanë një efekt shtrëngues. Nga ana tjetër, vaji i arganit është i pasur me shumë antioksidant, acide yndyrore omega 3 dhe gjithashtu acide oleine dhe linoleike, të cilat e bëjnë lëkurën tuaj më të shndritshme dhe të hidratuar. Vitamina C, e njohur ndryshe si acidi askorbik, rigjeneron lëkurën e fytyrës, eliminon qelizat e vdekura, eliminon po ashtu njollat kafe dhe parandalon shfaqjen e rrudhave. Vaji i timjanit, me të drejtë, eliminon qelizat e vdekura nga lëkura dhe meriton të quhet mbreti i vajrave. Ai ka në përmbajtjen e tij përbërës me veti antioksiduese të cilat janë në gjendje që të rigjenerojnë lëkurën tonë. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohë, kryesisht tek zona e syve, gojës dhe qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell dhe gjithashtu mungesa e vitaminës D3. Përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe gjithashtu të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej kurave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaj i arrës së kokosit. Me këtë vaj ju mundet që të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe gjithashtu i zbeh rrudhat. Vitamina E
Kapsulat e vitaminës C mund t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzini një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë ju duhet që ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj shkëlqim urinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë. Prisni sa të thatë dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës. Tulin e avokados ju mundet që ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë 2 herë në javë. Avokado i zbut rrudha dhe i jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Përzini një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për gjysmë ore dhe më pas shpëlajini atë me ujë të vakët. Xheli i aloe verës është një burim i pasur i vitaminës C dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzini sasi të barabarta të mjaltit dhe të lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për 10 minuta. Lëngu i limonit gjithashtu përmban vitaminë C dhe nxit formimin e kolagjenit dhe zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzini një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkojeni lëkurën tuaj me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojeni si një maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Soda e bukës heq të gjitha qelizat e vdekura të lëkurës dhe gjithashtu përmirëson qarkullimin e gjakut. Maska me limon kundër rrudhave. Ju duhet një limon, 2 deri në 3 lugë gjelle mjalt dhe pambuk. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Shtrydheni limonin. Lëngun përzijeni me mjalt. Në qoftë se ju keni një lëkurë të ndjeshme, preferohet që të shtoni edhe pak ujë tek lëngu i limonit. Vendoseni këtë përzierje me pambuk në fytyrë. Lëreni të qëndrojë derisa të thahet dhe më pas pastrojeni fytyrën me ujë. Aplikojeni këtë maskë një herë në javë dhe rezultatet që do të keni janë pamje më e freskët dhe më pak rrudha, lëkurë e butë dhe e shëndetshme fal vitaminës E dhe C, lëkurë elastike dhe rinore fal flavonoidëve të cilët gjenden në agrume. Maska me karrotë dhe mjalt. Ju duhet një karrotë, 2 lugë gjelle mjalt. Lajini dhe prejeni karrotën, vendoseni karrotën në blender. Kur të jetë gati, shtoni aty edhe mjaltin dhe përzijeni mirë. Vendoseni maskën në fytyrë, lëreni të qëndrojë për 20 minuta. Pastaj pastrojeni fytyrën me ujë. Ky trajtim duhet bërë 2 herë në javë dhe rezultatet që do të keni janë lëkura më e shëndetshme, fal sasisë së lartë të antioksidantëve. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni
video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.